Janë ushtarë të forcës së sigurisë së Kosovës. 20 prej tyre po përgatiten për një mision të veçantë. Bëhet fjalë për misionin ndërkombëtar në Gaza si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese. Detaje për këtë mision dha të hënën mbrëma ministri i mbrojtjes Ejub Maqedonci në TV1. Ky i fundit tregoi se në cilën fushë do të përqendrohen ushtarakët kosovar. Do të jenë ushtarak që janë të fushave të ndryshme, do të dominoj EOD-ja dhe deminimi, që është një specialitet tashmë i Forcës Sigurisë Kosovës. Do të kemi edhe oficer dhe në oficer nga operacionet speciale, po gjithashtu do të kemi oficer planifikues që do të jenë të atashuar në komandën e forcës stabilizuese, por do të kemi edhe ekipe mjekësore, cilat do të jenë pjesë e këtij kontingjentit të Forcës Sigurisë Kosovës. Në emisionin Infonata në TV1, Maqedonci zbuloi pengesën kryesore për këtë mision. Mungesa e funksionalitetit të kuvendit të Kosovës, përveç shumë, mund të themi, pengesave që i bën zhvillimit të përgjithshëm, është duke u bërë pengesë edhe për mos dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në Gaza. Ende jemi në fazën e përgatitjeve, mirë po është procedurë. I pari Ministrisë së Mbrojtjes ka folur edhe për stërvitjet e ushtrisë serbe afër kufirit me Kosovën. Unë besoj që më shumë është një presion, një tentativë për presion, një demonstrim force. Para gjithash është ajo që ka theksuar edhe kryeministri Kurti, një mungesë e prezencës brenda territorit të Kosovës me elementet e saj paramilitar dhe terrorist, dhe mund të themi një shpërfaqje e jashtme në drejtim të Kosovës përmes ushtrimeve ushtarake. Edhe çdo ushtrim ushtarak që bëhet në vijë kufitare me një vend tjetër, normalisht që shihet gjithmonë si një kërcënim. Ai zbuloi se edhe kur do të fillojë prodhimi i municioneve ushtarake në Kosovë. Dy lloje të municioneve që përdoren më së shumti në ushtritë e vendeve të NATO-s janë municionet këmbësorisë, 5.56 që është municioni standard i NATO-s, që përdoret në pushkët individuale të çdo ushtaraku të NATO-s, dhe 7.62 që është municion standard i NATO-s që përdoret në mitralerët e lehtë, pra një armë ekipore që përdoret nga njësitë ushtarake. Janë dy municionet, mund të themi, që shpenzohen më së shumti për shkak të ushtrimeve dhe aktiviteteve, dhe Kosova besoj që do të jetë ndër vendet e para në Ballkan që do të prodhojë këto dy lloje të municioneve që janë me standardet të NATO-s. Maqedonci përmendi edhe punën e Agjencisë së Inteligjencës së Kosovës gjatë këtij viti. Sipas tij, puna më e madhe është bërë në ndjekje të spionazhit serb në Kosovë.